Pas ditën e sotme në Big Brother VIP 4, është ndezur një debat i ashpër mes Eglit dhe Jozit. Jozi është vënë re teksa i bën moral Eglit për takimin që ajo pati me ishin e saj, Olsi Bylykun. Sipas Jozit, Egli i hodhi kunjajisht të dashurit të saj, artistit të njohur. Por kjo e fundit i është kundërpërgjigjur banorit se ato çfarë ajo ka thënë gjatë takimit, nuk kanë qenë kunja por të vërteta. Pjesë nga debati. Jozi, 2 kunja ja hodhe. Egli, nuk janë kunja, janë të vërteta. Jozi, kunja janë. Egli, ma ndjen këtu me e thënë se kam 2 vite e capa e pare. Jozi, janë kunja. Egli, a e kuptove ti? Jozi, po shumë mire. Egli, faleminderit, më vjen mirë. Nëse i ke marrë si kunja më vjen mirë, po jam e vetëdijshme për çan nxjerr nga goja. Jozi, edhe ditën që erdhi me të respektuar, prap i hodhe kunja se kështu je ti, nuk ke cip ti, e ke lënë cipën jashtë. Egli, respektin e kam patur 10 herë më të madh dhe mund të nxjerr nga goja ç'a të dua unë. Ti shiko ç'a nxjerr vet nga goja se unë mbaj përgjegjësi për të mijat. Jozi, jo shqetësohu ti ç'a nxore për një krahin nderi. Egli, tani vazhdo e merru me ish partnerin tim, këto 3 ditë atë bëj. Jozi, nuk merrem me atë, merrem me ofendimet, pislliqet që ke nxjerrë prej goje ti dhe shembullin më të lodhur që ke dhënë ti në këtë shtëpi.